Ne japim dorën gjithkujt që ka marrë më shumë vota dhe mbështesim gjithkënd i cili meritoj dhe ka treguar forcë për të marrë atë mandat. Ky rezultat, ka që thellë, a është i rrezikshëm për Partinë Socialiste? Jo. S'ka pse të jetë i rrezikshëm. Gjithë ky pushtet, normalisht që... Ky është pushteti që të jep puna. Pa diskutim. Por gjithsesi një opozitë e dobët mund të ndikoj, le të themi edhe... Nuk është faji jonë që është opozita e dobët. Se ne, po qëjmë Ramën një 2 vjetë të PD-ja, të ngrej PD-n. Se në qofë se do të na japin neve, t'ja vëzjedhim kryetarin e PD-s, po e bëjmë ne, po mbledhim kryesin e PS-s, dhe po thejmë, këtë do zjedhim një kryetar të fort të PD-ja, që ta ngrejmë për ne nuk mbajt shpia me mjëll hua, është shpreja popull. Partia Demokratike ka të keqen brënda, ka të keqen drejtim, sa tjetë, Sali Berisha, Ilir Meta, në krye të opozitës shqiptare, do të humbin, kanë humbin dhe do të humbin sa herë të kënë zjedhje. Ne i mundim ata, i mundim qoftë me burime njerëzore, qoftë me program, qoftë me emra, burra dhe gra, djem dhe vajza, që bëjnë diferencën nga ekipi jonë, sepse nuk mendoj unë që shqiptarët do t'i japin mandat qeverisës Flamur Nokës, i cili aleatin më të madhë, që është media, e shtyn, e përdhosin, e shajnë dhe e bëjnë fajtor për humbjen e tyre. Nuk mund t'i japin Edi Palokës mandat, ku me thët e ti, mundohet të gjej kush është humbësi, ndërkohë që është vetë faktori humbësi. Nuk mund t'i japin Albana Vokshit mandat, ku nuk ka prodhuar asë një gjë në këtë vënd, përveç se aferave korruptive dhe milionat që ka marrë. Prandaj po e mbylla. Pa kaluar në bullizime. Nuk kalojnë në bullizime. Thjesht është ajo që mendojnë gjithë shqiptarët. Dhe prandaj kanë humbur. Dhe nuk mund të marri mandat Sali Berisha, i cili ka shkaktuar viktime që nga 1991 deri në 2025 viktimat pafundme fizike dhe viktimat pafundme politike për shkak të egove, për pushtet dhe për të mbajtur Partinë Demokratike. Kështu që nuk ka parti sot në Shqipëri që mund të ndalë Partinë Socialiste. Nuk ka forcë dhe alternativë në Shqipëri që mund t'i bëj ballë një partie e cila organizohet dhe mban një koherencë politike gjatë gjithë që nga krijimi i saj deri tani. Një opozitë e fortë gjithsesi do ta vinte në pozita edhe po kush i tha Saliut që mos t'i bashkonte të gjithë bashkë? Kanë marrë partitë e vogla gati 150.000 vota. Se nuk i bashkoi Saliu ato. Se nuk mund t'i bëjmë ne, nuk mund të shkojmë neve të bëjmë dillin që aman ore merrni juve këta, po ju japim dhe ca ne aman na mundni. Nuk është fare, mos e kërkoni fare të Partia Socialiste. As nuk e pretendoj këtë, pa diskutim. Partia Demokratike, që është partia parë, dhe më thënë, që ka shumicën opozitare, nuk ka pasur dhe nuk ka luksin të përjashtoj askënd. Madje dhe Lulzim Bashën, cilin e quan Lul Brava. Gjithkënd duhet kishte gjetur rrugën e mesme për t'i bashkuar. Nëse këta mendonin që janë opozit me qeverin dhe treguan që kanë vota. Nëse do t'ishin gjithë bashkë, numri mandateve do t'ishte më i ullët. Për sa ko kemi një opozit e cila mbron vetëm interesat e 2 familjeve, që është Sali Berisha dhe Ilir Meta, dhe nuk ka primar interesin e qytetarve, nuk ka primar interesin e demokratve, nuk ka primar që të jetë alternativ konkuruse me Partinë Socialiste, por do të ruaj status quo për të mbrojtur bizneset e tyre, nuk është fajon. Ne, e thash dhe njerë pak më parë, kemi fituar, fitojmë dhe do fitojmë sa herë kemi përballta. Përsa i përket rezultatit zotit Meta, ju në një farë mënyrë e kishit parashikuar, edhe më herët madje kemi qenë bashkë në bisedë dhe keni artikuluar që zoti Meta nuk merr mandat. Po s'ka se si të marr mandat. Nuk ka se si të marr mandat një hajdut. Gjithsesi është edhe në kushte të pafavorshme, sepse nuk ka rritë do të bëjë, sa rrinë do të bëjë në izolim. Po jo më zemra ime se di si është puna, nëse do t'isha unë. Apo mendojnë që mund të ngrihet fryma edhe kur je... Ai ka pasur kushtet më të favorshme. Pse? Sepse ka qenë kryeministër, ka qenë ministër, ka qenë kryetar partije, ka qenë kryetar kuvendi, ka qenë presidenti i Shqipërisë, është në burg, ka nisur një 5.000 letra duke u quravitur njerëzve duke i thënë më ndihmoni të dal nga burgu.
Ka një parti... Si është kjo? Po, ka letra nga burgu. Letra me shkrimdore. E dashur Fiori, jam Ilir Meta, sot kam nevoj për ty. Më ndihmo sepse Shqipëria bla 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 bla, këto muhabetet që ka Meta. Ka pasur të gjithë të funksione. Ka një parti e cila është parlamentare prej vitit 2005. Ka pasur një sër drejtorish, një sër institucionesh në varësi. Ka pasur në kohën e tij më të madhe 19 mandate. Ka qenë faktori i qeverisës dhe nuk arrin të siguroj dot 10.000 vota. Kjo tregon që ajo parti, shkon tek fjalët tona, që ajo parti ka falimentuar, sepse korporata PL apo LSI ka funksionuar shumë qartë. Sa pushtet ka, aq para prodhon, ma aq para sa prodhon, aq vota blen. Pa pushtet dhe pa parat e korrupsionit, ajo parti nuk ekziston. Kështu që është një kapitull i mbyllur. Ilir Meta sot... Si ka 4 deputet në parlamentin shqiptar. 4 deputet? 2 ka, 2. Janë 4 nga partia e Iliris? 2 janë. Janë 2 në listën e Tiranës, 1 në Fier? Nuk ka dalë, mëre. Unë them që ka, 2 deputet ka. Si nuk ka dalë? E Fierit ishte e treta? Nuk ka dalë, 2 deputet ka. E treta në listë hapur. 2 deputet ka Ilir Meta. Erisa Xhixhën dhe këtë... Qaj ka emrin kësë, si a di fare. Zoti Blushi, Tedi Blushi. Gomari Korçës. Kështu që dhe nuk i ka më. Dhe kjo është e forta. Si nuk i ka më? Dhe këta 2 nuk e di ma i ka më, se njëri nga këta rrezik ikën te PS-ja. Shumë shpejt, nuk e di. Do ta shikoj. Jo, ju e dini përderisa po do t'iki shumë shpejt, se do t'i kërkohet të lërë mandatin dhe nuk e sakrifikon do të mandatin për Ilir Metën. Nuk e ka kërkuar këtë zoti Meta. Nuk ja jep ai. Ilir Meta e do me mishe me shpirt. Kështu që mos të merim, mos t'japim rëndësi shumë. Pra ju po thoni që zoti Blushi mund të kaloj me Partinë Socialiste, do jetë në njëjtën parti me ju? Nuk e di. Nuk keni pasur konflikte me të, ndaj pyeta. Ditë them që Partia e Liris nuk ekziston më. Ka marrë fund dhe mos ta bëjmë tip showbizi këtë gjën, ditë them vetëm kaq. Që Ilir Meta është dhe pak intrig politika, kështu që Ilir Meta tregoi që nuk ka më fuqi. Tregoi që është një i ngordhur në mjedisin politik shqiptar. Dhe mua do të vinte turp nga vetja nëse do të kisha marrë atë lloj rezultati me aq njerëz sa kisha përjashtë dhe një parti politike. Po ashtu i njëjti është dhe Shpëtim Idrizi, edhe shumë të tjerë që kanë marrë mandate të sigurta në Partinë Demokratike, se ky është problemi i Partisë Demokratike. Bën pazare me njerëz cilët nuk kanë mundësi. Dhe sot Myslim Urrizi dhe Ali Mehmeti ngelen jashtë. Njerëz cilët kanë marrë super fuqi votash, pas një lloj pushteti në Partinë Demokratike. Njerëz që kanë vënë ballin, fytyrën dhe emrin e tyre. Ka marrë diçka më shumë se 7.000 vota. Po pra, dhe ngelen jashtë dhe ndërkohë njerëz parazit që kanë jetuar gjithë kohës në kurriz të kryetarit apo në kurriz të Saliut apo kush i vendos listat, janë brenda parlamentit. Prandaj nuk do të fitoj kurrë Partia Demokratike për sa kohë ka këto lloj vemjesh, këto lloj speciesh. Nuk mund ta mundi Partinë Socialiste i biri Fariut. Nuk ndodh. Dhe për sa kohë në listën, po të marrësh të analizosh listën e Partisë Demokratike, është Çuni Fariut, superfuqi, Muli Pashkop, Albana, edhe një tuf Sorogadosh të tjerë, nuk do të fitojnë do të kurrë për ballë kësaj. Zgjedhja e kryetarit të përgjithësi ne këtë po analizojmë pra, apo analizojmë çfarë prisni ju të ndodhë me Partinë Demokratike, duke qenë se deri tani të paktën nuk i njohin zgjedhjet. Po pse po si njohin zgjedhjet atë çfarë problemi ka? Unë po them se çfarë. Të lutem, ju keni vite në profesionin tuaj. Më thuaj një palë zgjedhje që ka njohur Saliu përveç atyre të 96-ës që i bëri vetë, votoi vetë, i numëroi vetë dhe shpalli vetë rezultatin. Vetëm një palë. Të lutem, një palë zgjedhje që ka njohur. Edhe në 2005-ën, kur fitoi, nuk i njohu në një mënyrë apo një tjetër, se i kishin dalë surprizë një 2-3 deputet. Po dha dorëheqjen 2013-ën. Mi pra, po të them, kë palë zgjedhje ka njohur ai? Fakti që dha dorëheqjen i ka njohur pra. Po dhe në 2013-ën i thanë t'jep të dorëheqjen, po dhe në 2013-ën prap tha nuk mi vodhen me premtime të rreshme. Gjithsesi. Kështu që nuk ndodh që kjo parti të ndreqet për sa kohë ka një të pandrejshëm në krye të saj.